Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin e datës 24 korrik 2026. Një ditë që vërtet të kërkon vëmendjen e shtuar mbi takimet, mbi bisedimet dhe mbi udhëtimet, sepse ka një ndikim shumë mirë në momentin kur kemi problematikat vogla, kur kemi gjëra që kërkojmë kujdesin ose çështjet e punës, në egzaltohemi dhe kjo na prish pak Terezin, sepse kemi të bëjmë sot në këtë ditë pra datës 24, Mërkuri kalon në rrugën e drejtë në gafore në momentin shumë të rëndësishëm për komunikimin, familjen, shtëpinë, dokumentet, marrëdhëniet të afërta, vendime emocionale dhe çështjet që kanë mbetur pezo gjatë javëve të mëparshme. Pas një periudhe e rikthimesh, keqkuptimesh, vonesash, kujtimesh, bisedash të vjetra dhe rishikime, duket se mendja fillon të kthellohet për gjërat që neve kemi pasur dhe jo diçka të turbët. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se gjithçka zgjidhet brenda një dite apo brenda një ore, kur Mërkuri sa po kthehet në rrugën e drejtë është ende ngadalshëm dhe kërkon vëmendje dhe kujdes. Qartësia fillon, por nuk duhet të nxitojmë. Ndikohen shumë shenjat siç janë gaforja, britsjapi, dashi dhe peshorja. Sidomos fundi i dhjetëdiçit të dytë. Fundi i dhjetëdiçit të dytë dhe të dhjetëdiçit të tretë, ata që kanë ascendente në këto shenja dhe partneritete. Për britsapet marrëdhëniet, partneritetet dhe kontratat, për dashët shtëpia, familje dhe banesat, për peshorët karriera, statuti dhe imazhi publik. Por kjo ditë, Mërkuri në gafore formon një gjashtkëndësh me afërditën e virgjëresh, një kënd shumë të mirë për biseda të mira, sqarime, pajtime, marrëveshje praktike, komunikim në çift, çështje pune, dokumenta dhe jo vetëm. Marrëdhënie me fjalë në çështje kujdesshme në aspekt që ndikon flasim më mirë e jo në çështje të dramës. Dhe kjo do thotë ndikohen pozitivisht gaforja, virgjëresha, demi, akrepi, britsjapi dhe peshqit, sidomos të dhjetëdiçit të dytë ose ata që kanë planete personale dhe çështje të tjera që kanë të pasdietshme. Dita shumë e mirë për të filluar një bisedë që ishte bllokuar më përpara, për të kërkuar sqarime, për të rregulluar një keqkuptim familjar ose çështje sentimentale, për të kontrolluar një kontratë e për të folur për çështje praktike në çift, për të bërë plane në lidhje me punën tonë, me rutinën tonë, çështje dokumentesh, për të marrë informacione që më parë vonoheshin. Është mirë edhe për pajtime, por vetëm nëse dy palët pranojnë të flasin me qetësi dhe jo të hapin plagë të vjetra. Nuk është ende dita ideale për nënshkrime shumë të mëdha, pa kontrolluar, sepse Mërkuri sapo ka dalë nga retrograda dhe disa ditë më shumë, deri në datën 27 do thosha unë e pakta, në komunikim, planifikime dhe përgatitje se sa ditët e mëparshme. Për blerje, shitje, zhvendosje ose kontrata familjare mund të fillojnë qartësimin për çdo dokument duke lexuar me kujdes. Për dashurinë, dita është një nga më të mirat të fundit të muajit për biseda të sinqerta, jo teatrale, por të dobishme. Këshilla e kësaj dite është: sot dera e komunikimit hapet përsëri, por mos vraponi me njëherë. Flisni qartë, kontrolloni detajet dhe lini qartësinë të forcohet. Ajo është ajo që është kryesorja dhe është momenti dhe ndikimi më i madh që vjen rreth jush, por dhe 1000 arsye që ju keni në këtë fushë për të parë se ç'do të bëni në anën tuaj në çështjet e biznesit. Kemi edhe një ditë që kjo ditë është jep një rëndësi të veçantë. Çfarë? Jep një rëndësi të veçantë në lidhje me çështjet e ditës, dita e premte është një ditë mjaft e mirë, por qëllon që kemi edhe ndikimin e Mërkurit që del nga retrograda dhe na ndihmon jashtëmase për të zgjedhur çështjet problematike. Para se të fillojmë bashkimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë rrugëtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim